koment në lidhje me kandidatët tuaj që braktisën garën pasi nuk ishin në zonë të sigurt? Do me thënë, një pjesë nuk është të vërtet se kanë braktisur se nuk janë zonë sigurt Anisa. Një pjesë e tyre, më përpara, kanë bërë të ditur se nuk do të aplikojnë, nuk do hynë në garë. Dhe kjo, cili do, le të bëjë një check-up tek lista e kandidatëve që kanë hynë në garë. Pra, kanë preferuar të vazhdojnë jetën e tyre private. Në tërësi, deputetët kanë pranuar verdiktin e listës. Tani, nuk po flasë për ndonjë që nuk e pranoi verdiktin, po unë mendoj se betejë me Edi Ramën ose kundër Edi Ramës zhvillohet jo nga opozitat e opozitës, se ato janë vetëm për të ndihmuar Edi Ramën, po ajo zhvillohet në gjirin e aleancë më të fuqishme që ka njohur Shqipëria, aleancë për Shqipërinë madhështore. Dhe një pyetje, ndërkohë deputeti Sula vendosi që të hyjë në zgjedhje nëpërmjet një formacioni tjetër politik. Vetë kryeministri e mori sot në mbrojtje duke e konsideruar një gjel deti, por një gjel deti të veçantë. Keni një koment? Mbrojtja e kryeministrit është puthja e Judës për Dash Sulën, i cili ka karrierën e tij, por mendoj se hapi që bëri të rjeshtohet me opozitën e opozitës, pra de facto me një patericë të Edi Ramës, nuk është zgjidhja në vlerësimin tim, megjithse unë, e theksoj këtu, respektoj zgjedhjen si thelbin e lirisë të çdo individi. Faleminderit. Mund të jap një dy statistika, po pse i pasën këtu. Janë nga 140 kandidatura, 85 janë burra, 55 janë gra, pra gratë arrin në 39%. Të ri janë 25 apo 18%, pra janë mbi parashikimet, nga diaspora janë 7 përfaqësues.